Miqtë e mi, ja ku vazhdojmë të jemi sërish së bashku në transmetim direkt në emisionin Reze Dielli. Tashmë do të bëjmë pjesë e hapësirës më informuar, më i sigurt, ku ju jeni mësuar gjithmonë të dëgjoni këshilla nga specialistët tanë. Faktikisht, ne kemi një mik të vjetër i cili nuk na braktis asnjëherë, ne dhe ju me këshillat që na jep në lidhje me aksidentet rrugore, parandalimin e tyre dhe gjithë problematikave nga e cila rrugët tona, le të themi, janë të përfshira dhe vetë qytetarët, qofshin ata këmbësor ose drejtues automjetesh. Përshëndetje zoti Gzim, faleminderit. Përshëndetje. Sot në fakt ne gjithmonë kemi shumë gjëra për të diskutuar, për fat keq që them këtë pasi në lidhje me këtë temë pasojat gjithmonë janë të rënda dhe kur themi që kemi shumë për të thënë dhe ato gjëra shumë nuk janë të tëra pozitive, pasojat merren me mend. Gjithsesi ne jemi këtu për të ndihmuar apo jo dhe për të këshilluar dhe për të tërhequr vëmendjen. Qartë, ne vetë aksidentet rrugore janë një 13 faktor, ku brenda ka 184 element, pra nuk është kaq e thjesht çështja e aksidenteve, saqë edhe njerëzit e përmendin. Pra është një gjë mjaft e ndërlikuar dhe ka shumë element që ne t'i ndalojmë këto aksidente. Pra ne duhet fillojmë t'i fshijmë në mënyrë graduale këta element që e kemi mundësinë, pra që janë brenda mundësive tona dhe të vim derisa pastaj të ngelen pak element dhe të ngelen pastaj thjesht dhe vetëm përgjegjësia e drejtuesit mjetit. Por ne duhet të rregullojmë këta elemente të tjerë që derisa të arrijmë në këtë pikë që ne. Zoti Gzim, kjo javë që lan pas, në çfarë konkluzionesh dalim, le të themi, për sa i përket bilancit të aksidenteve, atë çka ngjet në rrugët tona? Shiko, unë shoh një përmirësim në këtë drejtim, po nuk e shoh me sasinë numerike, sepse shpeshherë njerëzit e shohin këtë sasi numerike. E shikoni si fenomen? Unë e shoh si fenomen me masat që merren. Pra janë marrë masa, gjërat kanë ecur në këtë drejtim. Ndërsa me këtë nuk e shoh sepse mund të jesh 0 aksident, pa e marr me rrethe. Rrethi X mund të ketë 0 aksident sot dhe nesër rrezohet një autobus dhe bëhet batërdia. Pra nuk është ky problemi. Problemi është që ne duhet të rrisim standardet. Në momentin që ne rrisim standardet, kemi parandaluar aksidentet. Në momentin që ne rregullojmë vjushmërinë e punës në këtë sektor kaq delikat, atëherë them që ne kemi bërë një hap përpara, sepse këto nuk janë është si një mësues që mëson nxënësit mirë, do të marrë produkt nesër. Nëse mëson keq sot mund të ecë për shkak të rutinës gjë e mirë, po këta nesër do të jenë qytetarë të këqij kësaj shoqërie dhe do të sjellin gjëra jo të mira. Cilat janë ato fenomene që vlen për të korrigjuar, sepse kur flet për një kohë të caktuar, për një kohë zgjatje të caktuar në lidhje me disa dukuri, ato kthehen në fenomene kur nuk zgjidhen. Çfarë bie në sy? Ju thatë që duket që po merren masa, që gjërat po lëvizin. Po merren masa. Që tek policët në rrugë, ndoshta edhe në momente të tjera, ajo çka ne mund vrejmë me syrin tonë të lirë si qytetar, ndërkohë që ju si ekspert. Jo, policia ka bërë punë të mirë për shkak të parandalimin e aksidenteve rrugore. Unë nuk di se sa do të ishte numri nëse të gjithë këta drejtues mjetësh që janë kapur me pije alkolike nuk do të ishin ndëshkuar. Absolutisht jo, këta mund të sjellë batërdinë, mund të kishin bërë shumë aksidente. Po kështu janë arrestuar dhe mjaft qytetarë të tjerë që ngasin mjetet pa leje drejtimi. Një pjesë sepse janë pa kualifikuar, një pjesë edhe sepse ja u kanë hequr lejen e drejtimit. Pra këta atyre që kanë hequr për shkelje të rënda, pra tregojnë që paraqisin rrezikshmëri për shoqërinë, pra nuk leja e drejtimit nuk është një gjë që hiqet kollaj, sepse është heqja të drejtës profesionale. Po duhet kuptojmë që nëse arrihet në këtë stad do të kuptosh që shkeljet janë shumë të rënda. Bile madje lexoja diku një gjë që në Angli diskuton një qytetar që kishte shkel rregullin e semaforit, pra ishte futur në semafor me dritë kuqe dhe kishin çuar në gjykatë. Dhe gjykata dënoi me heqje lirie. Pra sepse është vrasje ngelur në tentativë. Pra po ta shohësh kështu, ai shkeli një sinjal, por ai ama futi 4 veta në fluksin e ato mjeteve që gjithë këta mund të mbisnin jetën. Pra duhet parë si një element me një rrezikshmëri të shtuar. Dhe ne kemi një fenomen mjaft serioz në Shqipëri këtë. Por këtu do të thosha që nga ana tjetër këtu do të thosh na mungon disa element që kemi mundësi t'i bëjmë dhe ne nuk i bëjmë. Dhe kjo është rendi ditës si duhet diskutonim ndoshta. Ne nuk kemi vizime në rrugë. Ne kemi policin e gjobisin. Mirë bëj që na gjobisin, s'ka problem. Tash kush janë këta që na gjobisin? Nuk mund gjobisin një polic i një komisariati i patrajnuar absolutisht për rregullat dhe nuk njeh kodin rrugor, pra ai mund të jetë një përsa marrë në punë, nuk e di, tash se
nuk mund të shpjegoj rast pas rasti, por fakti që ai të vendos një gjob të pabazuar. Që do të thot qëndron në pjesën kryesore të rrugës, Bukuri. Po ku është pjesa kryesore e rrugës? Pra ai di vetëm një nen. Jo, ai di një nen i 184 të parkimi gabuar, dakord. Por nuk di nenin tjetër që rruga duhet të ketë 2 viza anash, që quhet pjesë kryesore e rrugës. Pra nuk mund të jenë këto të shkëputura njëra nga tjetra dhe këto i bën një ata të qarkullimit rrugor i din mirë këto. Këta të tjerë pastaj marrin vendosin gjoba kot, gjoba të pa ashtu, ose ndalon dikë, nuk e gjobit një që ka hyrë në trotuar, se ka një tabele aty thot kuvendi i Shqipërisë. Është pa kuptueshme kjo. Gjitha ne shofera me tabela Bashkia e Tiranës vë një tabelë aty mund parkoj kudo se gjobit njëri. Ky tjetri vë një shenjë stem policie. Pra këtu është një skandal që pse nuk do të jemi të barabartë para ligjit. Pra unë bëj një gabim e lë makinën në rrugë, bukurim gjobite. Ky tjetri hyp edhe në trotuar, edhe ndalon gabim, edhe nuk e gjobit. Edhe këto janë fenomene që bjerë shumë në sy. Këto kanë të bëjnë ndoshta edhe me atë mënyrën se si jemi edukuar në lidhje me këto gjëra. Jo, nuk flasim për edukim, unë jam edukuar keq. Edhe vetë qytetarët, por me sa duket edhe policët e kemi të edukuar kështu, pavarësisht ligjit. Problemi është ky. Njerëzit edukohen edhe nëpërmjet masave. Pra ka forma edukimit ndryshme, edukohen në shkollë, në kurse shoqërore, në grupime, në shoqata etj, por edukohen edhe nëpërmjet gjobave, se gjobave të formë edukimi është edhe burgu është formë edukimi. Atëre, nëse ti mua më vendos një gjobë dhe unë shikoj tjetrin që nuk e vendos, atëre unë them ti je polici keq. Kam të drejtë morale, them ti je polici keq. Por problemi është që qytetari nuk ka kohë të ndjekë të gjitha këto gjëra, sepse ka rutinë e punës të përditshme. Atëherë duhet që këta njerëz, nëse jep bllokun për të vendosur gjobën, duhet të trajnosh. Ose del në emision televiziv një gazetar dhe thotë sipas oficerit të policisë rrugore Filan Fistegu thotë aksidenti ka ndodhur 1, 2, 3, 4, 5 shkaqe. Oficeri policisë është oficer shërbimi. Nuk është kompetenca e tij. Absolutisht jo, por nuk di ta bëj. Ai ka bërë në shkollë, por ka bërë në shkollë gjëra të tjera, nuk s'ka bërë asnjë orë automobile. Pra nuk di të shpjegoj forcat që veprojnë automobil, forcat që kundërshtojnë, pse doli kjo. Thoshin për ata aksidenti që ndodhi në Librasht, shkak për këtë thoshte është bërë parakalimi gabuar. Në kohë që po ta shikosh trajektorin që kanë përshkruar gomat, nuk është në parakalim, ai është në krahun e vet, po ka devijuar, ai ka një rimorkë mbrapa. Sepse ne nuk kemi rëndësinë e dur gjëra. Këtë duhet parandaloj policia. Kjo është detyrimi i policisë. Pse ka ky mjet të rimorkë mbrapa? A është në të njëjtin aks kjo me këtë? Sepse ka ca rregulla, edhe rimorka për vetur, nuk mund ta përdori Foristrada, sepse ajo i krijon një kënd lëkundje nesër, nëse do të jetë në një terren, i krijon, pra këto nuk janë të kollajta. Polici nuk duhet të përcaktuara mirë. Polici nuk duhet bëj shkencë, se detyra e policisë është thotë hapë krahun, po, më jep lenë rimorkës, po, për vetur. Hiqe rimorkën që në këtë moment nuk le ta përdorësh më, se shkon 2 kilometra më rrëzohesh. Pra, kjo është. Ose për shembull, na hyn këto trailerat e mëdhej. Edhe po të shoh shumë pa me të parë, janë të bukur, janë sistemuar me mushamat, lyer kështu. Por ato kanë një kokë që montohet aty, koka me trailerin, e cila ka një sasi kilometrash që duhet përshkruaj. Dhe kur bën 1 milion kilometra, ajo është e rrezikshme më, sepse kur frenon shoferi ai nuk kryen punën që do të bëjë dhe del që aty dhe merr shoferin përpara. Pra, po ti shohësh kështu, këto janë probleme teknike. Dhe këto probleme teknike polici nuk mund të di. Po, polici nuk mund të di, po problemi është që drejtoritë e shërbimit transportit duhet të shohin këtë element. Pra, kur vinë këto kanë një certifikat, kanë një ashtu duhet i ndjekin. Po ashtu siç edhe nuk mund të lihet në dëshirën e policit kujt i vendos dhe kujt nuk i vendos gjobë. Gjitha këto janë elementë që janë bërë shqetësues në një kohë që si korrigjohen këto, sepse faktikisht këto deklarata që lëshohen qoftë edhe nga media në formë të gabuar, që sipas policisë ose sipas policit mendohet që ky është shkaku, bëhet një punimi i opinionit në fakt. Si mendoni ju që korrigjohen? Çfarë hapash duhen hedhur për këtë lloj korrigjimesh? Jo, nuk është një gjë e vështirë për të korrigjuar. Nëse një media del edhe shan ministrin e brendshëm, mas 10 minutash del zëdhënësi i ministrisë dhe e përgënjeshtron. S'është e vërtetë thotë. Pra këtu shpesh dalin edhe me emra. Shefi i qarkullimit filan vend thotë kështu. Pra duhet dalin me një herë ministria ta përgënjeshtroj, nuk është e jona. Unë të kam thënë ty 1, 2 gjëra, 3, 4, 5, nuk ti kam thënë. Unë kam thënë
unë kam thënë që mos zbatimi rregullave, po them nëse është kështu. Ose kemi çështën e tim, kaq thot polici, të tjerë nuk janë të tillë. Nëse jep mendime të tjera përpunon opinionin. Më kujtohet një televizion për një aksident, kishin vdekur 4 veta, edhe doli një herë tha, paragalimi i gabuar i BMW-s shkaktoi aksidenti kështu. Mas 2 minutash, po i njëjti televizion thoshte, sipas policisë, shkak për aksidentin është fugoni. Mas 2 minutash tjera, shkak për aksidentin është kamioni. Pra, sepse ishin 3 mjetet për të kishin përfshirë në atë aksident. Pastaj dilte televizioni, këto janë përpunime opinionash. Dhe pastaj, edhe kur bëhet ekspertiza e saktë, njerëzit fillojnë e paragjykojnë. Pra televizioni duhet të jetë shumë kujdesshëm që këto mos i japin, sepse bëhet si punë e legjendës. Që bëhet legjend një gjë, thot ka drasa u bë kali fluturoi, kali me krah etj dhe bëhen legjend. Dhe si të tillë pastaj krijon atë imazhin e keq edhe për ekspertizën dhe për saktësinë dhe për gjitha këto elemente. Me çfarë mund të ndihmojmë ne qytetarët, me çfarë vini re ju nga shqetësimet e tyre, nga ajo që ata vërtet na shkruajnë? Shiko, qytetarët veç aksidenteve që ata përfshihen shpeshherë për shkak të drejtuesve të mjeteve të rrugës, që ne kemi shumë elementë që ne si kemi në rregull, qytetarët kanë një defekt tyre që janë mosbesues, nuk beson. Edhe kur i thua që ti duhet ta ndjekësh këtë problem, sepse ti duhet marrësh një dëmshpërblim, ti ke pasur aksident, ke thyer këmbën, nuk duan të merren me këtë punë, tërhiqen, jo thotë se e diun që nuk i marr këto lek, ose nuk duhet i krijoj probleme shoferit, ose nuk duhet të krijoj këtë. Janë kultivuar këto mendime prej kohësh tek qytetarët. Mirë, tash qytetarët duhet të kuptojnë që ne jemi shoqëri që po civilizohemi nga dita në ditë, dhe civilizimi i shoqërisë nuk vjen nga qeveria asnjëherë. Civilizimi vjen vetë nga shoqëria, pra shoqëria duhet të reagojë ndaj këtyre fenomeneve. Ose për shembull, qytetari i ndodh një aksident i rënd, ndoshta u mbet një pjesëtar të familjes dhe thotë, jo thotë se ai shoferi më ka ndihmuar, më thotë ka ardhur ka ndër këtu gjithë natën me gruan, ose më ka paguar lek, ose do se marrin lek për të zgjidhur hallin, sepse shumica këtyre janë hallëxhi, dhe pastaj mendojnë që këtu ndërpritet gjithçka. Nuk është kështu. Pra, një qytetar mund të psojë një aksident, drejtuesi i mjetit mund t'i japë ca lek në formë humane, por në asnjë mënyrë nuk duhet bëhet të kompromisin që ti më jep më këto lek sepse dhe pastaj qytetari nëse nuk është fajtor gjithmonë duhet të drejtohet në shoqat në ndihmë të aksidentuarve për të bërë gjithë procedurat ligjore për të marrë dëmshpërblimin. Dhe pse mund të ketë marrë X lekë nga drejtuesi i mjetit. Pra këtu kemi dy gjëra që këtu kemi unë e kuptoj një ndihmë humane që i jep një njeri dhe këtu e quaj shumë edhe diun raste plot që moralit njeriu. Di plot njerëz që kanë paguar lekë dhe kanë thënë pastaj këto lekë që janë i familjes sepse unë kam shkaktuar atyre një problem, por drejtësia të vërtet vetën dhe pastaj qytetari është drejtuar të gjithë organeve se këtu nuk janë çështje që nëse qytetari thotë që ky shoferit mos dënohet, me të vërtetë nuk do dënohet. Prokuroria, këto janë krime që nuk hetimi i tyre nuk fillon me ankesën e qytetarit, po janë që fillojnë kryesisht. Pra prokuroria do ta hetojë këtë njerëj, edhe pse mund thotë, pra ka raste që dy pjesëtar të një familje, pra babai vret djalin në aksident rrugor dhe megjithatë merr ndjekje penale. Pra këtu nuk kanë lidhje këto se do ose s'do. Nuk kryen kjo pjesë. Absolutisht jo. Me gjithë familja do ngrihet thotë nxjerrni burrin nga burgu ose mos më ndiqni penalisht, do thotë gruaja dhe fëmijët e tjerë, se vllai ishte joni, djali ishte joni. Megjithatë ligji nuk e parashikon këtë. Pra ligji këto janë raste kështu. Kështu janë edhe raportet me qytetarët. Qytetarët duhet të jenë të rregullt dhe duhet të kërkojnë zbatimin e ligjit në interesin e tyre. Ne nuk mund të tërhiqemi. Pra ne kemi pak njerëz që thyen ligjin dhe shumica jemi njerëz të mirë dhe të ndershëm për ta zbatuar ligjin. Atëherë pse duhet të rriqemi ne para këtyre fenomeneve? Të gjithë shoqëria duhet ngrihet në këmbë për të parandaluar këto aksidente, për të marrë dëmshpërblimet, për të marrë ato që takon, për të kërkuar zbatimin e ligjit, për elemente të tillë. Lëshojnë deklarata njerëzit. Unë deklaroj kështu, po pse duhet ta lëshoj këto deklaratë? Dhe më ka bërë përshtypje një shok herë nga Italia, kishte goditur një makinë mbrapa, makina kishte ikur, ky kishte ndjek mbrapa dhe kur era problemi i thoshin policia i thoshte këtij, që shiko, muhabeti është që sigur ta mbyllim këtë punë. Por ky është edukuar në Itali ka 20 vjet. Në asnjë mënyrë tha, ai jo vetëm që goditi, po u largua nga vendi i ngjarjes. Policia i thoshte ti po ti pse u largua nga vendi i ngjarjes, po ndiqe atë që miku, sepse i kishte ikur ai. Pra raste të tilla këtu ka shumë fenomene, por unë do të thosha që njerëzit duhet të reagojnë me arsyetimin logjik. Interesat e mia, pra secili duhet të mbrojë interesat e vet. Duhet nisur nga kjo. Interesat e atij tjetrit i mbroj vet, pala tjetër.
Zotë Gzim, unë falenderoj që dhe sot thatë dhe shfaqet hapur mendimin tuaj si ekspert dhe si qytetar në lidhje me këtë gjë që ne diskutojmë, pra për rrugët, qytetari si këmbësor, si drejtues automjetit dhe shumë element që lidhen me aksidentet rrugore. Unë i falenderoj dhe do të shihemi sërish në ditët e ardhshme së bashku. Faleminderit. Miqtë e mi, dhe unë i falenderoj që na ndoqët në këtë bisedë. Tani do të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare.